zgjedhja për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatoj se Këshilli Prokuror i Kosovës me 7 vota për, asnjë abstenim, asnjë kundër, e miratoi rendin e ditës. Besoj se rasti është publik, edhe që ka pas qasje në atë rast. Në të kaluamën, na gjithmonë jemi falëndërues drejtorit. Kandidati për kryeprokuror të shtetit, prokuror në prokurorinë speciale, zotëria Dema, i brenda afatit ligjor në Këshill ka paraqitur ankesën, citoj, për shkak të mosbashkimit të dispozitave të ligjit në aspektin procedural dhe material, si dhe punëtimi në kundërshtim me arsyetimin. Ai në të njëjtën ankesë i propozon Këshillit Prokurorial që këtë ta aprovojë në tërësi, si të bazuar dhe të merr vendim që të njëjtën ta kthej tek paneli vlerësues, i cili brenda 5 ditë ta shqyrtoi pjesën e vlerësimit ankimor. Po e citoj ankesën. Në ankesën kandidati thekson se përkundër shkeljeve të tjera eventuale, në këtë ankesë lëshohen vetëm për sa i përket vlerësimit individual, për më tepër ky vlerësim nuk është i mbështetur në fakte konkrete dhe nuk përmban arsyetim të mjaftueshëm që justifikon një konkluzion të tillë. Përdorimi i shprehjeve të përgjithshme si njohuri të pjesshme dhe përsërit veten pa identifikuar pyetjen konkrete në përgjigjet përkatëse apo mundësitë specifike në trajtimin e çështjeve profesionale nuk e përmbush standardin e një vendimarrje të arsyetuar dhe të verifikueshme. Tutje thotë se gjatë intervistës kanë demonstruar njohuri të plota mbi legjislacionin e fuqi, praktikën gjyqësore, kompetencat institucionale që lidhen me funksionimin e kryeprokurorit të shtetit. Përgjigjet e mia ka qenë të strukturuara dhe të orientuara drejt thelbit të pyetjeve. Në disa raste jam rikthyer të njëjtat parime ose koncepte. Kjo ka ndodhur për shkak të ndërlidhjes së pyetjeve dhe nevojës për të theksuar bazën ligjore të përgjigjeve dhe jo si pasojë e mungesës së njohurive apo aftësive për të elaboruar. Për më tepër, Komisioni nuk ka evidentuar asnjë pasaktësi juridike, interpretim të gabuar të ligjit apo mungesë të njohurive profesionale, që do të mbështeste vlerësimin se posedoj njohuri të pjesshme. Mungesa e një analize konkrete e bën këtë vlerësim subjektiv dhe të pamjaftueshëm sipas tij. Në përputhje me parimet të ligjshmërisë, objektivitetit, transparencës dhe arsyetimet të vendimeve administrative, kërkoj që ky kriter të rishqyrtohet mbi bazën e performancës reale të demonstruar gjatë intervistës e që vlerësimi të mbështetet në fakte konkrete të dokumentuara dhe të verifikueshme. Koncept dokumenti është hartuar në mënyrë të strukturuar duke trajtuar elementet thelbësore që lidhen me ushtrimin e funksionit të kryeprokurorit, përfshir vizionin strategjik, objektivat e prioritetet institucionale dhe masat konkrete për realizimin e tyre. Përsëritja e disa parimeve ose objektive nga ana ime në pjesë të ndryshme të dokumentit nuk përbën mungesë të njohurive profesionale, por pasqyron ndërlidhjen funksionale të prioriteteve dhe nevojën që integrohen me kapituj të ndryshëm të dokumentit. Komisioni nuk ka identifikuar se cilat pjesë të koncept dokumentit dëshmojnë njohuri të pjesshme, të cilat çështje profesionale janë trajtuar në mënyrë të paplot, cilat janë ato që ndikojnë në cilësinë e dokumentit. Mungesa e një arsyetimi konkret e bën të pamundur verifikimin e saktësisë dhe vlerësimit dhe shqyrtimin e tij objektiv. Lidhur me vlerësimin e komisionit aftësitë menaxheriale, kundërshtoj konstatimin e dhënë, pasi ai nuk mbështetet një analizë konkrete të përmbajtjes së koncept dokumentit e as argumentim të mjaftueshëm dhe justifikueshëm për pikat e dhëna. Koncept dokumenti paraqet një vizion të qartë për drejtimin e institucionit ose për të identifikuar objektivet strategjike, prioritetet e matshme dhe masat konkrete për përmirësimin e organizmit, koordinimit dhe rritjes efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës. Dokumenti trajton gjithashtu çështjet që lidhet me planifikimin e buxhetit, me planifikimin strategjik, menaxhimin e burimeve njerëzore, monitorimin e performancës, vlerësimin e bashkëpunimit institucional, të cilat përbëjnë elemente thelbësore për aftësinë menaxheriale. Megjithatë, Komisioni nuk ka specifikuar se cilat aspekte të aftësive menaxheriale janë vlerësuar si të pamjaftueshme, të cilat mangësi janë evidentuara, mbi cilat kritere objektive është bazuar ky vlerësim. Në arsyetim i përgjithshëm pa referenca konkrete ndaj përmbajtjes së koncept dokumentit, nuk përmbush standardin e vendimarrjes së arsyetuar dhe nuk mundson verifikimin e ligjshmërisë dhe objektivitetit të vlerësimit. Për këto arsye, kandidati në fjalë kërkon që vlerësimi të rishqyrtuar duke bazuar në përmbajtje reale të koncept dokumentit dhe kritereve të përcaktuara në proces, si dhe në pikë që të vlerësohen në mënyrë të drejtë, objektive dhe të arsyetuar. Kjo është pjesa e ankesës së kandidatit
për kryeprokuror shtetit. Lidhur me pretendimet e mungesës së arsyetimit dhe vlerësimit koncept dokumenti, ankuesi nuk ka arsyetuar mjaftueshëm vlerësimin e koncept dokumentit dhe në bindjen time nuk qëndron. Nga pikat e marra nga ankuesi dëshmohet se komisioni e ka vlerësuar atë si dokument me cilësi të lartë dhe e ka njohur përmbushjen e shumicës dërmuese të kritereve të përcaktuara. Vetë fakti se nuk janë akorduar pikët maksimale nuk nënkupton se kandidati nuk ka qenë i detyruar të identifikojë dhe të arsyetojë në mënyrë të veçantë secilën pikë të bazuar ose secilin element për cilën nuk janë dhënë pikë të plota. Lidhur me pretendimin e vlerësimit koncept dokumentit, bazohet në gjykim profesional të komisionit, i cili ushtron diskrecion dhe atë dhe diskrecion teknik brenda procedurave të përcaktuara në vlerësim. Ankuesi nuk ka identifikuar ndonjë kriter konkret të vlerësimit që është zbatuar në kundërshtim me aktet përkatëse dhe as nuk ka prova se komisioni ka bërë gabim material në vlerësim. Pretendimet e tij mbeten në nivel të pakënaqësisë me rezultatin e arritur dhe nuk paraqesin argumente që të ta vënin në dyshim ligjshmërinë ose objektivitetin e procesit të vlerësimit. Bazuar në nenin 17, paragrafi 3 të rregullorës përcaktohet: ankesa nga kandidati duhet të mbështetet në prova. Në referim të kësaj dispozite, ankesa e pranuar nga kandidati nuk ka të bashkangjitur as edhe një provë, për çka anëtarë tjerë të Këshillit do të mund të vlerësonin pretendimet ankimore. Po ashtu, bazuar në praktikën e Këshillit, respektivisht në kundërshtimet e trajtuara në mbledhjen e 260 të Këshillit Prokurorial të Kosovës për pozitat për kryeprokuror të prokurorive, mosparaqitja e provave siç kërkohet me rregullore, konsiderohet se jo e plot dhe e pamundur të verifikohen faktet ankimore si në rastin tonë. Andaj, bazuar në konstatimet të theksuar, pavarësisht që ankesa është paraqitur brenda afatit ligjor, prokurori Dema nuk i bashkangjitur ankesës prova mbështetëse, siç përcaktohet me nenin 17, paragrafi 3 rregullores numër 07/2024 për emërim të kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorit të Republikës Kosovës, e ndryshuar e plotësuar me rregulloren 07/2026. Për më tepër, në rrethonat e rastit konkret, kandidati është vlerësuar me 89.3 pikë dhe është i renditur i dyti në listë përfundimtare të kandidatëve, duke përmbushur pragun minimal prej 70 pikësh të përcaktuara në rregullore për rekomandim në Këshill. Rrjedhimisht, ai vazhdon të jetë pjesë e procedurës së rizgjedhjes, do të nënshtrohet procesit të votimit në Këshill së bashku me kandidatë të tjerë të rekomanduar, pavarësisht nëse ankesa miratohet apo refuzohet si e tillë. Në këtë kontekst, ankesa nuk përmban ndonjë sqarim konkret lidhur me efektin juridik që kandidati synon të arrijë përmes saj. Përkatësisht nuk specifikon se në çfarë mënyrë pretendimet e ngritura dhe nëse do të konsiderohen së të bazuara do të ndikonin në rezultatin e procedurës së rekomanduar. Duke qenë se rregulloria e përcakton se çdo kandidat që arrin të paktën 70 nga 100 pikë i rekomandohet Këshillit për votim, ndërsa kandidati në fjalë ka tejkaluar këtë prag tashmë dhe është pjesë e listës së kandidatëve të rekomanduar. Ankesa nuk argumenton se cili është interesi juridik konkret që është cënuar, apo çfarë ndryshimi procedural apo material kërkohet të realizohet përmes shqyrtimit të saj. Unë me vete kam një vendim nga takimi i 260 i datës 27 dhjetor 2024, ku pikërisht për të njëjtat argumente Këshilli Prokurorial i Kosovës ka refuzuar ankesën e një kandidati në mungesë të provave. Përveç se në atë kohë kandidati nuk ishte kaluar pragun e nevojshëm prej 70 pikëve. Andaj në cilësinë e referuar, bazuar në analizën e thokë të ankesës dhe të rregullores për zgjedhjen e kryeprokurorit, rekomandoj që e njëjta ta refuzon ky Këshill i nderuar. Atëherë po hapi për diskutim nëse dëshiron dikush ta marrë fjalën lidhur me diskutimin rreth kësaj ankese. Pas pranimit të randit ditës për këtë takim, leximit dhe analizimit me kujdes të kundërshtimit të kandidatit dhe krahasimit me intervistën e kandidatit, vlerësoj se është tërësisht i bazuar dhe i themelt. Do të ishte edhe më lehtë për neve si anëtar të Këshillit nëse me kohë do të na sigurohej edhe kopja e vlerësimit të kryer nga paneli. Se për këtë barës provës, të cilën e përmeni kolegu Dardan, konsideroj që është duke u bërë një interpretim i gabuar, sepse kandidati, po jo vetëm ky, po edhe kandidatë të tjerë në procedurat e avancimit apo zgjedhjes nuk kanë se si të sigurojnë prova dhe nuk ka çfarë mbështesin. Kështu që Këshilli sipas detyrës zyrtare konsideroj që se për këtë barës së provuarit kur kandidatët nuk dorëzojnë ndonjë dokument,
me të cilat mbështeten pretendimet e tyre. Në rastin konkret i kemi 3 shtylla të cilat duhet bazohemi. Në një është vlerësimi kryer nga paneli, cilin nuk e kemi sot para vetes, e dyta është intervista që është e qasshme edhe për gjithë publikun dhe aty mund të shihet më së miri performanca e gjithë kandidatëve, po lidhe me kandidatin që është anku, veçanërisht për pjesën e tij, edhe e treta është kundërshtimi. Mbi këto baza mendoj se mundemi me dalë në një konkludim dhe në një vlerësim më të saktë. Para se Këshilli Prokurorial të lëshohet në vlerësimin e ankesës dhe të merr vendimin lidhur me çështjet pretenduesit në ankesë, unë dëshiroj të ngrej dy çështje sipas pretendimeve të ankesës para këtij Këshilli. Nuk e kam të qartë, më shumë po e bëj këtë për shkak të rezultatit të qartësisë të procesit dhe pretendimeve të ankesës në 2 aspekte. Pretendimin konkret, sipas formulimit pretendues ishte që ka tash bara e provës normal që është te Këshilli, si shprehet thot ka një uri të si thotë pamjaftueshme. Mjaftueshme, në disa pika mjaftueshme. Ja, aty në ankesë është të pjesshme, po. Të pjesshme. Po. Kush është për miratimin e kësaj ankese të zotit Adedema? Një është për. Kush është kundër miratimit kësaj ankese? 1, 3, 5 janë kundër. Abstenim? Një abstenim. Konstatoj se Këshilli me 1 vot për, kundër ishin 5 dhe 1 abstenim, konstatoj se Këshilli vendosi që ta refuzoj ankesën e kandidatit Adedema.